Rikthehemi pjesën e tretë të fundit, Gjekmarë, kur kërkuat fjalën nga ndërprerje për shkak publicitetit. Duhet të them një gjë se duket krijohet një lloj keq kuptimi sikur personalisht pak të duhet sëroj pozicionin që unë kam nderim dhe respekt madh për gjithë ata që kanë luftuar për lirinë e Shqipërisë dhe kundër fashizmit dhe nazizmit, qofshin partizan, komunist, majt apo djathtë. Të nderim e kam edhe për ballistët, e kam edhe për Abaz Kupin për legalistët, të cilët kanë dëshmorë në luftën për shërimin e Shqipërisë. Tani, duke kthyer tek çështja më kryesore që është çështja më e nxehtë, dekorimi i presidentit, unë mendoj që pas çdo diktature në vendet e Evropës, historia ka patur nevojë për rishikime. Edhe një akt i tillë me të dobtin aspekt të vetin të çon të reflektosh mbi historinë e Shqipërisë. Unë jam dakord me atë që thatë ju, nuk është thjesht të nderosh viktimat, por kjo të çon të reflektosh mbi xhelatet. Me viktimat janë viktima, mund të qush martir, mund të qush heroj, mund të quash çfarë duash ti, ata janë gjithë viktima. Problemi është në rishikimi i historisë ata që e bën. Historia e diktaturës, sikur është një tabu e paprekshme. M'fal, ne jetojmë në liri dhe demokraci dhe çdo debat, çdo diskutim është i pranueshëm dhe historia nuk është më tabu. Vetëm Magron se dëgjova presidentin që foli për lustracionin. Ti flet pse nuk dënohen xhelatët. Tani, këto që përfaqësojnë forcat antikomuniste Shqipërisë. Dënohen ajo se është vonë që është retorik, por nuk besoj se ka për të dënuar njëri. Pa mati dënoi shoqëria etikisht në diskursin e vet. Njerëzit përfaqësojnë, si thuash, këto partitë me frymëzim antikomuniste në Shqipëri, kanë pas pushtetin 14-15 vjet. Mund ta bëjnë lustracionin, mund dënonin xhelatët, kështu që ishte kohë tani mbasi se 6 vjetësh tu rikthesh këto gjëra. E kanë pasur dorë. Jam krejt dakord. E ka me presidentin. Jam dakord. Të cilin e respektoj, po këtu e ka kot të mendoj që janë deficitar gjitha forcat politike. Më shumë se gjysmën e këtyre viteve ka qenë ata pushtet. Po Albina fjalë për ti po. Në bazën e asaj që tha zonja Lalaj, historiane e nderuar që është sot në studio, unë do t'i mshojë pak shkakut pse u sulmua balli kombëtar, pse u prish marrëveshja e Mukjes. Përveç se asaj që ishte pika kryesore lufta kundër fashizmit, shërimi i vendit edhe, si më thon, pavarësia, ishte edhe bashkimi i trojeve dhe bashkimi me Kosovën, ishte ndërhyrja e Jugosllavëve, ajo që bëri që Enver Hoxha të mos e njihte më këtë marrëveshje dhe të fillonte sulmi kundër ballit kombëtar, të fillonte ky genocid dhe kjo masakër kundër ballit kombëtar. Pra, duhet ta sqarojmë dhe këtë moment. Është edhe gjuha e ashpër e pinjollëve të majt sot, të cilët duhet të vlerësojnë momentet e veçanta që sjell historia. Historia është shkruar mirë, është shkruar dhe me gabime, koha, arshivat, historianët punojnë dhe presidentin e falenderoj shumë që është mbështetur në këto arshiva, në këto, si më thënë, në përmirësimin e asaj që është lënë mangut për 25 vite dhe sot kemi dekorimin e këtyre martirëve. Absolutisht unë nuk jam për ato që thuhet të dëshkohen, të hakmerremi, unë jam që ne të luftojmë të keqen, absolutisht, të jemi përballë të keqes, përballë asaj që është e gënjeshtë, të jemi të vërtetë dhe të çojmë vendet në hapësirat ku duhet. Dhe pozicionimi im si politikane, por edhe si pjesë e një zone të përsekutuar është që ne jemi më shumë për faljen, dhe kur kjo bëhet në interes të vendit, në interes të historisë, në interes të zhvillimeve të mëtejshme demokratike, gjuha e kryeministrit, gjuha e të majtës është një gjuhë shumë vulgare, është një gjuhë që sjell, po themi, lindjen e nacionalizmave të tjera dhe është problem, mund të jetë edhe një problem i lindjes së nacionalizmave të reja kombëtare. Pra është dhe provokim për këto shtresa, për këto familje të martirëve të cilët me të drejtë u dekoruan nga presidenti. Po, faleminderit Albina, po, zoti Kosh. Është fat i madh që Shqipëria quhet fituese në mbas luftës së dytë botërore dhe kjo është merit e atyre që ishin nacionalistë të vërtet. Së pari 70.000 partizanët dhe partizanët, po dhe të tjerë të cilët kanë luftuar realisht për shërimin e vendit. Po, në qoftë se në balancën mes palëve do anonte nga ana e atyre që vetë quheshin nacionalistë, me sigurisht Shqipëria do quhej humbse luftës dhe kjo mund të rrezikonte integritetin e vet territorial. Nga ana tjetër, në qoftë se ne do të bëjmë një gjykim politik për kohën, mjafton të shikojmë sloganet e palëve. Njëra palë kishte Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, pra e kishte brenda përçarjen dhe vllavrasjen. Slogani i antifashistëve partizan ishte ndryshe, vdekje fashizmit, liri popullit. Që këtu
besoj është qartazi e kuptueshme se cili ishte morali i palëve gjatë luftës. Nga ana tjetër mendoj se lufta, jo, sloganët këto ishe. Janë edhe sot, janë në dokument. Parullat i keni nxjerrë edhe vjetë në për mitingje, në për takime, mendoj në që për përvjetore. dekreti i presidentit është një arsye që t'u japi frymarrje nostalgjikëve të vërtet, edhe të komunizmit po të duash, pra nuk është një akt i cili është kundër nostalgjikëve, absolutisht. Është akt ndarës dhe është kundër produktiv. Pra në qëllimin që ka nisur. Gjallë nostalgjit ekstreme nga dy palët tonë ju. Gjallë nostalgji, në dush nga dy ekstremet. Edhe nga e djata pa tjetër, po edhe nga e majta pa tjetër. Me qënë se a ish i palës të djatë, praktikisht, u jep ushqim atyre të palës tjetër. Nostalgji në këtë nostalgji kanë të majtë, ndërsa sepse këto në çdo përvjetor dalin me parulla me grushte, politika shqiptare nuk mund të gjejë qetësi vetëm nga distancimi nga krimet e komunizmit. Ne nuk kemi shfaq duhet të nostalgji për asgjë. distancohemi dhe nga bashkëpunëtorët e fashizmit, të cilët qartazi kanë bashkëpunuar gjatë luftës së dytë botërore. Mendoj që janë dy nga shtyllat e pajtimit që quhet pajtimi kombëtar. Është distancimi nga komunizmi që e Majta ka bërë, por duhet edhe distancimi nga bashkëpunëtorët e fashizmit. Keni ngret bunkerin aty, keni dalë me parulla çdo vit, kulti harresës është një nga mënyrat më përfite për përligjur gjithçka kriminale që ka patur historia jonë. Në këtë aspekt, unë mendoj që presidenti në vend që të kërkojë ndarjen apo bashkimin, mendoj që ka kërkuar të vërtetën historike. Dhe ne mbi këtë duhet të reflektojmë. Ky është një akt etik, tek përpjekja e të vërtetës jam totalisht dakord. Është një akt etik, simbolik, mendoj i drejt. Tek përpjekja e të vërtetës jam totalisht dakord. Tek një farë mënyrë rivendosja një farë. S'ka kontest për atë. Për atë s'ka kontest. Se ngjarja ashtu ka ndodhur. Flasim të akti presidencial. Shteti nuk është vetëm institucione tulla, shteti është vështirë, është rrëfrym. Dhe kuqe agron. Pra, se ti je i qartë, se këtu themi, flasim, ne duhet flasim dhe për ata që nuk janë kaq qartë sa që ti. Apo kaq i qartë sa të Shpetrokosh. Sigurisht. Pra, për ju vija nuk është as e holl dhe as e kuqe. Ti je qartasi aty ku je. I shikon gjërat ashtu si shikon dhe Albina që i përket shtresës persekutorëve. Apo jo. Apo zoti Butka, që është përveç se politikan, përveç se historian, ka një trashëgimi, ka një trashëgimi caktuar familjare që e pozicionon qartas në aty ku është. Por flasim për ata agron që nuk janë as vdek, as andej. Flasim për fëmijët e tu, për fëmijët e mi, cilët duan mësojnë dhe tonë, ora si është e vërteta në këtë vend. Dhe kam përshtypjen që e vërteta e madhe në këtë vend është që për sa kohë ne nuk gjejmë paqen me të shkuarën, nuk do gjejmë paqe as me tashme dhe ne i shikojmë ku janë sot palë. Apo jo, Nano? Vetëm se kole duhet të themi gjithë. Gjo, këto të vërtetat historike janë një nga gjërat më të diskutueshme të botës. Edhe këto optikat e ndryshme që kontrastojnë, do ekzistojnë sa të jemi gjallë ne, fëmijët tanë, ne i kemi në ekstrem. Ne këtu pashërisht e kanë vënë aty hashtagun në Twitter, balist dhe komunist. Poli, nuk mund të arrim dhe një version i vetëm konsensual mbi historinë. Mund të arrim konsensus mbi çdo gjë, por mbi historinë nuk mund të arrim. Kaq të ndarë. Jo, ti në gjithë ballëvaqimi balli kombëtar dhe komunist nuk ka qenë vetëm si thua si natyrë shqiptare. Ka qenë histori ballkanike. Ka qenë histori ballkanike. Okej. Unë do të thosha që krimet e mëdha në një vend të vogël. Dhe ka një shoqëri që ka bashkëpunuar me krimin pjesërisht. Ndaj ka një tendencë ose në një vend ku pushtetin e duan gjithë dhe pranojnë ta. Është vërtet kjo. Pikërisht. Unë do të thosha që të lihet historianëve, sepse ne i shohim më shumë dokumentat. Zoti Petro tha lidhur me parullat. Parullat janë propagandë. Por aman, mbas Mukjes, në konferencën e Labinotit, u hodh parulla gjithë pushtetit, këshillave nacional çlirimtare, dhe ballit nuk ju la fare hapësirë për këshillat e veta. U hodh parulla të luftojmë ata që hedhin parullën kundër komunizmit. Gjë tjetër. Pse duhet të flinte me Gjermanin? Po je në Labinot, je në shtator, të lutem, nuk kam i Gjermanin, je në shtator. E pas kanë fajin komunist, partizan. Në Mukje po. Po pse ballistët duhet të flinin me Gjermanin? Të lutem, mos identifiko partizanët me komunistët. Komunistët në fund të luftës ishin 2800 vetë.
Kurse se partizanët... unë se identifikoj Partizanët 70.000. 70 nuk ishe. Ne po flasim 50.000. Me qënë se o përdor termi komunist e balist. Jo, partizanët janë gjë tjetër, komunistët janë gjë tjetër, parullat janë gjë tjetër, realiteti është gjë tjetër. Kurse, kur është puna pastaj për të fiksuar ca gjëra, për të zgjidhur ca gjëra, janë dokumentat ato që ta imponojnë qëndrimin. Në qoftë se unë dhe Zoti Butka, ose unë dhe një tjetër historian, afrohemi sepse si shpëtojmë dot këtyre. Nuk shpëtojmë dot këtyre dokumentave. Shëndrim mbajtën anglezët në bazë djetorit 23? Misioni anglez. Atëre unë ju bëj pyetjen pse... Çfarë qëndrimi mbajtën? Zoti Petro, të lutem unë të bëj pyetjen përse anglezët në fund të luftës nuk e njohën qeverinë komuniste? Prandaj nuk duhet flasim shumë vetëm anglezët. Po flasim për luftën. Qeverinë që doli nga lufta. Po pra të flasim dhe për të që thua ti, po dhe për atë që ta shumë. Qeverinë që doli nga lufta. Po ne po flasim për 23. Ta japun shpjegimin, sepse ishte qeveri ekstreme komuniste. Ishte vendimi i Jaltës që qeverit e dala nga lufta, duhet ishin qeverit të qëndrës, as të djathta ekstreme, as të majta totalitare, të vetëm me një parti. Jo, mërjo, ishte Jalta, ishte Jalta. Por tani, unë këto janë qëndrimi mbajti misioni këto janë qeverit të luftës. Këto janë qeverit të luftës dhe qeveria luftës nuk o njohë. Në raport me palët në Shqipëri. Cili ishte qëndrimi aleatëve? More, unë të Farë quajt balli kombëtar dhe legaliteti, kaq. Legaliteti nuk bashkëpunoj me Gjermanët, Petro. Nuk themi do të jetojmë në vitet 20 Nuk bashkëpunoj, dhe pikërisht kjo është një moment kyç, sepse, të lutem, Komitetit Europa që ishte komitetit në Shqipëria Lirë në New York. Të lutem, është një moment kyç, e Kryetar një qeveri e hije ishte ai. Ja njohur meritën. Zoti Balla, unë një pyetje kam për ju, Zoti Koçi. Sa dëshmorë reprezentojnë Ministrisë të Mbrojtjes së Shqipërisë nga lufta dytë botërore? Ose Pol, Enveroja i dha urdhë të divizionit parë, të prisni ata të ballit bashkë thoshin 3 februar. Varre dëshmorë. Ja fjalën Urani, Në analizë të fundit, jo vetëm një historian, po dhe një qytetar, aq më shumë një intelektual, bën konkluzionin. Kjo luftë, që nisi si një luftë kundër pushtuzëve nazifashiste dhe që degradoi në një luftë civile, dhe kjo është katërcipërisht e vërtetuar dhe nga shqiptarët, studiosët dhe nga tuajt, edhe nga studiosi amerikan që është ky që ka ardhur. Kush Berndi? Fisheri. Sot luftë civile. Ai thot ka elemente luftë civile. Atë konkluzion mbadhet. Pra, ashtu thot. Ta që mos është mbrojtë kështu edhe me këtë. Konkluzioni është kjo, mbas kësaj lufte, çfarë erdhi si konkluzion, se kjo është edhe matja, domethënë. Erdhi një diktaturë, erdhi një robëri, nuk erdhi liria. Pra, duke thënë, këto gjëra ne nxjerrim të konkluzion, i cili erdhi si pasojë e luftës. Pas lufta ishte pasojë e kësaj lufte, e cila ishte tejet e turbulluar, si që thamë, u këthyrë në një luftë civile dhe u bën krime kundër njerëzimit. Tani, që të vim tek kjo. Unë bashkohem me mendimin tuaj, që duhen ndëshkuar, të paktën moralisht të ishin ndëshkuar ata që ishin fajtorë, që kanë bërë krime, apo jo? Dhe që nuk u bë në asnjë nga këto qeverit që kanë qenë postkomunistë. As nga qeveria demokratike, as nga kjo që është sot. Dhe kjo është e pafalshme. Në izvaritemi. Ashtu. Akti që bëri presidenti është një akt i cili nxit, jo vetëm të vërtetën, për të shkuar të vërteta. Nxit debatin për to. Nxit debatin, po njëkohësisht është edhe një përpjekje që të paktën ata njerëz që u varrosën, familjarët e tyre që vuajtën për 50 vjet, që mbetën pa shkollë, që u shpallën kulak, që s'kishin asnjë të drejtë, që u internuan, të paktën një shenjë të një melhemja, si themi, të një morali që edhe ata meritojnë diçka, apo jo? Aq më tepër që nuk ishin bashkëpunëtor me pushtuzën. Po, nano. Edhe kur gjykojmë komunizmin, komunizmi ishte një flamë botërore, nuk ishte një shpikje e mberonës. Flamë ishte. Edhe këtu ka qenë regjimi më mizor, është vërtet ajo që thuhet, edhe këtu pak a shumë bie dakord, por praktika që ndodhi komunizmi këtu, me kolektivizimin e sforcuar, me krimet që bëri me një mbas luftës, me ekzekutimin që bëri, janë praktika që në përmas atyre më të ulta janë verifikuar
kudo, në vendet e ngjashme, sidomos në këto vendet e lindjes. Aty ku vendos komunizmi. Kështu që kjo nuk e legjitimon, por unë thjesht kjo duhet theksuar si fakt historik, kupton? Po kjo nuk është se legjitimon krimet që bëjnë. Bashkëpunimi me fascizmin e njërës pan e lehtësoi ardhjen e komunistëve në pushtet. Tani do ta mbyllim, ju falenderoj. Do ta mbyllim me dy fjalë. Zoti Koqi, ju jeni kontradiktor sepse ju vërtet keni ardhur në pushtet me një emër Rilindja, por nuk dini kush është Rilindja e vërtet, sepse Mitat Frashëri ishte ai që krijoi ballin kombëtar, ishte kryetari i ballit kombëtar. Ju tashmë Sot kam folur për Rilindjen. Ju jeni Rilindja. Dhe kam thënë fundi i viteve 90 dhe fillimi i viteve 2000 ka qenë një epokë e rilindjes së Shqipërisë, e shqiptarëve në rajon. Se ka lidhje me çrimin e Kosovës, lidhje me çrimin e drejtave shqiptarëve në Maqedoni. Ju duhet jepni fund lojës me të përsekutuarit, Kështu që lojës me martirët, Falenderoj Albina Dela, falenderoj Petro Koçi. Ju politikanët në çdo rast duhet të jepni fund. nga troj gjëra se po çoj regjimi komunist në kalat dotës, po se juaj vetëm të Ju politikanët duhet të jepni fund lojës me historinë. Po flas për diktaturën, për Me historinë duhet merren historianë. Politikanët duhet merren në fakt me të mirën e këtij populli. Secili sipas mënyrës vet, duke vlerësuar. Po jo me rikthimin e diktaturës. Albina, do dalësh nostalgjisë. Ta mbyllun tani se shkoj emisioni, okay. Falenderoj ty, falenderoj Petron, ju falenderoj, por ju thash politikanët duhet të jenë larg historisë. Me historinë duhet merren historianë. Politikanët duhet merren të realizojnë rolin e tyre. Ju si opozitë të bëni presion qeverisë në qeverisë më mirë. Dhe unë, pavarësisht se unë e kam mirë presidentin Nishani, ja vlerësoj përpjekjen e tij, po më duhet ta them dhe unë një fjalë në fund. Akt dinjitos për sa i përket hapjes së debatit për historinë. Megjithatë, ka një mënyrë tjetër për ta bërë presidentin të jetë më bashkues. Të synoj pikërisht të hapen dosjet në mënyrë që në këtë vend të dënohen xhelatët dhe jo të nderohen viktimat. Viktimat i nderojmë gjithë. Top Story rikthehet sërish në tjetër në orën 21 deri nga Sokol Balla. Natë mirë. Është një akt presidencial, një nga aktet presidenciale më të rëndësishme që ka marrë presidenti jonë për këta martirë. Unë mendoj që presidenti nuk duhet ngatroj viktimat me herojnë. 65 viktimat e lushkës e meritojnë një nderim, meritojnë një akt simbolik pikërisht atë që bëri presidenti i Republikës. Vetëm Beroxha në atë Ka qenë kundër toni usaj. E përcakton të tillë. Ata fshatarë ishin të pafajshëm, të pasqaruar dhe viktima. Këtë frymë, për ta thënë tamam si është e dokumentuar e ka futur Dušan Mugosha dhe Miladin Popovici. Dekreti i presidentit është plotësisht i gabuar. Për mendimin tim është antinacionalist, sepse kompromenton antifashizmin e Shqipërisë dhe antifashizmin e Mirëqesit.